Fatkeqësisht, javën e kaluar isha e detyruar të ndaja me ju një tragjedi që ndodhi në familjen e Gjestit. Por tragjedia nuk mbeti aty, vazhdoi në media. Gjatë ceremonisë martore shumë njerëz janë parë me telefona në përduar duke bërë foto dhe video, dhe për këtë shumë personazhe publik kanë reaguar. Eliona Pitarka thotë: "Sot u shpërnda një foto nga varrimi një djali të ri, vëllai një personazhi publik. Një djalë që ndoroi jetë në rini dhe pamjet ishin tronditëse, jo vetëm për humbje në vetvete, po për atë çfarë shfaqnin. Njerëzit që në momentin më të shenjtë përpara varrimit ishin të gjithë me telefona në duar, duke filmuar. Për mua, ky është fundi i njerëzimit." Gjithashtu dhe Xheneta Fetau ka bërë një reagim lidhur me këtë situatë. Është shumë e dhimbshme kur në momente të tilla të rënda kthehen në skena filmimesh, postimesh në rrjetet sociale. Ju lutem, tregoni pak mëshirë dhe respekt për dhimbjen e familjes së tij. Ata e kanë humbur më të dashurin e tyre dhe çdo video apo foto e shpërndar u arëndon plagën edhe më shumë. Kësaj here ju kërkoj të tregoni pak njerëzi. Nuk po ju lypim gjë tjetër veç se respekt për ata që po vuajnë. Po ashtu dhe një reagim tjetër i ashpër ka ardhur nga Efi Dedhes. Ajo thot se: "Nuk guxoj të hap Instagramin se më hapet barkun. Na e shpifët humanitetin." Në fakt është e trisht të shohësh që nga një shoqëri e cila e respektonte ceremoninë martore në maksimum, jemi kthyer në një shoqëri e cila bën çdo gjë për klikime dhe për bujë mediatike. Duke qenë se jemi pikërisht e buja mediatike, një emision është bërë në Kosovë ku gazetarja pyet të ftuarin: "Si ishte momenti i përqafimit të Eglit me Gjestin? A ishte një përqafim i ngrohtë? A ishte një përqafim i ftohtë?" Dhe Olti Curri ka bërë një reagim të ashpër. "Idiotët që ngritën telefonat në varrim nuk i njoh, por kjo lop është dhe drejtuese e emisioni në televizion me emër. Si ka kuraj njerëzore të pyes për situatën sentimentale mes Eglit dhe Gjestit gjatë momentit që u përqafuan mbi një arkivol?" Nuk është më çështje gazetarie, është çështje humaniteti, është çështje njerëzie. Si mund të pyesi një njeri që a kishin këta një përqafim të ngrohtë, të ftohtë, ndërkohë që disa ditë më përpara vetë Egli doli dhe tha publikisht që ajo dhe Gjesti nuk kanë asgjë. Ndaj ju lutem, të respektojmë dhimbjen që po kalon familja e Gjestit dhe ta mbyllim këtë histori mediatike këtu. Moderatorja e njohur Albana Beko ka qenë e përfshirë në një situatë të vështirë. Një mjek psikiatër, 42 vjeç, i quajtur Behar Kamberi dhe me banim në Kosovë, është arrestuar nga policia pasi dyshohet se ka përndjekur vazhdimisht Bekon duke u shfaqur disa herë pranë banesës së saj. E gjendur në këtë situatë, moderatorja pranoi të dilte në një takim me të, duke bashkëpunuar me policinë. Sapo 42 vjeçari është paraqitur në takim, është arrestuar. Kamberi ndodhet në një qeli burgu, teksa ndaj tij rëndon akuza për veprën penale të përndjekjes. Dhe me këto lajme ne do ta mbyllim delin dhe për sot dhe bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Pafshim! Ándale!